gjithë strukturës organizative, prej, duke filluar nga lojtarët, sepse gjithmonë ata janë më të rëndësishmit në fund të ditës, por prej udhëheqësisë së federatës, pastaj stafit të udhëhequr nga FODA, i përmendi kushtrimi, futbollistët, por edhe tifozët cilët kanë qenë me ekipin në secilën ndeshje edhe kur ka humbur 4-0 kundër Zvicrës. Pra, po besoj që është një strukturë tërë e atyre që janë stakeholders të sportit në përgjithësi, cilët kanë bashkëpunuar mirë dhe kanë krijuar atë frymën fituese e cila nevojitet për të qenë aty ku jemi tash. Na duhet me bo një krahasim me kampanjat e kaluara. Pse ne në të kaluarën nuk kemi arrit me qenë në play-off apo në një fazë finale të një kampionati evropian apo botror. Këtu është pyetja me vend. Kur shtrohet kjo pyetje, besoj që vin përgjigjet. Edhe te trajneri. Besoj që vin përgjigjet edhe për këtë kampanjë, sepse besoj që edhe udhëheqësia e federatës, federata vet ka mësuar nga gabimet e të kaluarës dhe ka vepruar më mirë dhe kjo pastaj i atribuohet edhe përvojës së atyre që janë burime njerëzore, por edhe vetë futbollistëve edhe vetë ekipit. Duke qenë se jemi në play-off, unë besoj që ne fitojmë shumë. Fitojmë një eksperiencë e cila pastaj ty të lejon me mendu edhe gjithë opinionit në përgjithësi që në kampanjat e ardhshme ti të kërkosh kualifikim direkt apo të kualifikosh minimalisht një plasman në play-off. Ashtu siç ka ndodhur me Shqipërinë, kur Shqipëria u kualifikua në kampionatin evropian 2016, u hap një dritare në mesin e atyre që besonin se Shqipëria mund ta përsëriste suksesin që e arriti. Pra, e ripërsëriti atë dhe tashmë ka arritur një tjetër sukses duke qenë në play-off. Pra, po besoj që komplet suksesi shkon me faza të caktuara dhe është tejet e rëndësishme që ato që në gjuhën angleze janë milestones apo arritje të veçanta të arrihen në kohë dhe po besoj që Kosova e ka bërë edhe më herët se sa që një pjesë e madhe e opinionit e ka pritur këtë. Kur ka dalë grupi për herë të parë dhe kur kemi mësuar që kemi Suedin, Slovenin dhe Zvicrën në grup, ne kemi parë që kemi 3 skuadra cilat ishin në kampionatin e kaluar evropian në fazën e grupeve. Dhe prej atyre të 3 skuadrave 2 ishin në kampionatin botror. Suedia dhe Zvicra kanë marrë pjesë në kampionatin e kaluar botror. Pra po flasim për fuqi të futbollit evropian. Dhe në momentin që ti je i aftën poshtësh fuqi të futbollit evropian, duke i lënë prapa, ti ke arritur që ta masësh progresin tënd, si në aspektin organizativ, si në aspektin e rritjes së futbollistëve, si në rekrutim, si në mbështetje, si në krijim të atmosferës së brendshme të ekipit. Dhe FODA po përmendet me të drejtë si një prej arkitektëve kryesor të kësaj se çfarë ka arritur Kosova, sepse ka arritur të krijojë diçka që duket e pathyeshme. Ne kemi 9 pjesë lojë që nuk kemi pranuar gol. 4-0 ishte në pjesën e parë kundër Zvicrës. Por prej atij momenti deri tash asnjë gol i psuar. Pra, kemi formuar një repart defanziv jashtëzakonisht kompakt. Kemi një mesfush të pasuruar me lojtarë cilët janë rekrutuar, apo mos ta përdor këtë term rekrutim, por janë ftuar dhe kanë arritur që të bëhen pjesë e grupit. Duke nisur me Fisnik Aslanin, me Avdullahun, me Hajdarin, me Hoxhën e të tjerë. Pra, po flasim për një ekip që është ndërtuar në vazhdimsi po ashtu. Absolutisht, sepse tashmë është kriju një frym tjetër te Kosova. Askush nuk besoj që ndihet rehat nga lojtarët cilët janë në formacion. Askush nuk është i pazëvendësueshëm në formacionin momental të Kosovës, pavarësisht performancave fantastike që kanë individet e caktuar. E kemi parë që edhe mungesat për shkak lëndimeve i kemi zëvendësuar në mënyrë fantastike. Lojtarë si Ilir Krasniqi apo Hajrizi kanë ardhur në momentin e dur, kanë hyrë në lojë dhe kanë treguar paraqitje fantastike. Veç nëse e sheh këtë ekip të Kosovës, është i formuar edhe me shumë lojtarë që kanë dalë edhe nga futbolli dhe struktura e futbollit të Kosovës. Ka shumë futbollistë cilët në 3 reparte kanë arritur që të jenë lojtarë cilët kanë thënë fjalën e ndoshta edhe kryesore në momente të caktuara. Pra po flasim për një diçka që si tërsi është e mrekullueshme, duhet t'ja japim lulet që thuhet edhe secilit prej atyre të cilët kanë kontribuar në krijimin e kësaj tërësie dhe normalisht pastaj kur të vi situata që një ekip
të kritikohet edhe të kritikohet, patjetër kritikat duhet të jenë të mirëfillta, korrekte, por që tashmë në këtë moment besoj që është momenti që t'u apim lavdatat edhe ato që i meritojnë. Meritojnë.